Groja jote, vllai jot, baba yt, vajza jote, reja, dikush 70 vjet, 80 vjet, 90 vjet, nuk ka raset dhe Allahut kur. Ti çka ke më bë? Ai s'ka rënë se çdo kur. Ban çmos ti, çka do të bësh ti e dish. Isha një rast më një vend, u njoftova me një vlla dikund. Zakonisht tash unë kom marrë mosh, i pyeti si e kje babën, nanën. Normal, në mosh kur të vish pak më nalt, marrish tjera përgjegjësira. Tash e ki nanën, po, sa vjet ti ka? Ka 90 vjet. Apo falet? Tha jo, 90 vjet s'po falet? Tash du me të bëmë vizitun. Po, shumë mirë bënë zhvëllani. Shkova e bëna vizitë. E pa e gjeta nonën e vetë, më thonë, me tonë të shpia. I përshëndeta, ishte vakti i qëndisë. Se kësha falë asë unë i qëndim, largë prej prizajent ishte rasti. Thash që nonës jepi abdes, e prunja i nusja vetë legenin, i dhe në abdes. E fort, nona, 90 vjet, po e fort. I dhe në abdes, laja gojën hundën, që ka mirët abdesi. Ta falem tash i qinit. E falem namazin e qinis bashkë edhe ajo plakër 90 vjeqarë. Mandej e falem edhe namazin e akşamit edhe ajo më neve. Mandej e falem edhe namazin e jacis edhe ajo më neve. Po do t'ju tham juve, shka po bashti, gruja 80 vjet, 70 vjet, nana alan, një herë mës me marë abdes? Ditën e gjykimit, po shkojmë në ahiret, mës harroni, ju bile ma të vjetrit që jeni zbardhua prej flokëve, bace gjelal, a beshet që je zbardhua, dhe unë kam ardhë mas te, u ka përzi kasht mjekra, edhe flokët për i kam bulu, ose ti Skener Mitrovica, beshet që boj bardhë. Këto përshkojmë ka ahireti, fletët tona, ditët tona për i mbarojmë. Mës më marës një herë abdes, gruja jote, nuna jote, tezja jote, halla jote, ti qka bësh ti e dish, prandaj thash në fillim fjales, në ndihmoni ju neve me predikimin e fesë, ta qem fjallën e Allahut në vend, që këtu kam hallin, shkoje fjallë e Allahut në vend, e vlatë të tu, mësoja u shahadetin ti, ju në animoni, se nuk kemi parlament që e mëson fejnë, institucione shtetnore për me mësu fejnë s'ka, televizoret fejnë nuk ka.